Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Me shpresë që Allah të na udhëzon dhe të na jap mendimet më të larta, më të mira në këtë çaste, disa fjalë të shkurta për karakterin dhe tabiatin e kësaj feje. Allahu xhela xhelal na e ka dhënë këtë fe. Ky Kur'an është i gjallë dhe nuk guxon besimtari me lexu diçka si të vdekur. Libri Allahu duhet mu lexue dhe me ndëgjue se për secilin prej neve flet enkas, një nga një. Kështu ka ardhur Kur'ani. Prandaj ka zbrit Allahu xhalla xhelaluhu në atë kohë në Mekke, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O Zot, populli im e ka marrë diçka si të hedhur këtë Kur'anin, sepse nuk e kanë ndëgjuar nga perspektiva e gjallësisë, sepse ky është tabiati i kësaj feje. Tabiati i kësaj feje, karakteri i kësaj feje është me qenë i gjallë dhe me korrespondu me ta, me komuniku me ta. Se cilin moment, apo më mirë me thonë se cilin gjuna që e kemi, se kemi gjunahena, që i dim dhe si dim, duhet me korrespondu me fen, me dijen e Allahu xhalla xhelaluhu. Të dërguarit Allahut alayhimus salam, Allahu i ka zgjedh ata me i rujt për gjunaheve që me pasi yrnek, që do më thonë se na tjert krejt, po dhe trashëgimtart e të dërguarit Allahut alayhimus salam kanë gjunahe shumë. E kemi një anë Kur'anin, mësimin e Allahut që ndëgjojmë, u lexoj surën Ibrahim para neve. Dhe ke në anën tjetër mësimin e shejtanit. Hadha balagun linnas, për ajeteve të fundit që lexoj. Waliyundharu bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Ky është përcjellje e Allahut. Allahu ta përcjelli mesazhin përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Waliyundharu bihi, et alarmosh, të alarmosh, pra alarmohu, dhe që ta dinë se cili se është një Zot vetëm. E kjo me ditë që është një Zot, këtu është tema. Wali yatadhakkara ulul albab, dhe të mushen mend ata që janë të zotët e mendjes. Allah në mundsoft. Mësimet e Allahut thonë tyje edhe mua, se harë që ga bën të mos mendo se je munafik, o njeri, o besimtar. Se harë që bën gjunati, ti nuk je munafik, ti nuk je që si beson Zotit, por mos u ndikon mendimet e tua në të ardhmen në përditshmërinë tënde pa u pendu. Shejtani thot në anën tjetër, ti po ju me Zotin, je të bën gjunah pjot, edhe tash hajde ka ardhur 10 që i funit po pendohuna une. Çka është kjo, nifak është? Shejtani ta thot ta. Shejtani ka thot ta. Prandaj dietarët e muslimanëve të kohës së parë, atëherë kur ka filluar vetëm se me ndru kuptimi i fesë, dal gadal, shejtani ka punu me njerëzit, me politikë në tokë, me vrasjet ndryshme, me vrasjet halifeve, me komplotet shumëta, me përkthimet librave filozofisë. Me kalimin e kohës, njerëzit kanë filluar me ndryshu botë kuptimit për fe. Fokusi i shejtanit është këtu. Nuk është qëllimi i atij vetëm te mëkati. Qëllimin e ka me ta ndru mendjen. Se ka qëllimin mëkatin. Se ti për mëkatin pendohesh. Dhe kur pendohesh për mëkatin, shejtani mërzitet dhe ik shumë larg. Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk është pa më i mërzitur shejtani se ditën kur pendohet biri i Ademit. Sepse krejt mëkatet shndrohen se vape, subhanallah. Krejt mëkatet, para mendoj, i ki bëz dikon 50.000 euro. Edhe thot dikush për njerëzve, tash në konto i ki 50.000 tjera. Tuat janë 50.000 i ki pas bërç, kje lezon konton, thot 50.000 i ki plus. Kështu është pendimi, pendohesh. Shejtani mërzitet. Çka do me baj? Çka ka bërë gjatë historisaj? Prej kohës Ademit a.s. deri sot, deri në kiamet, aja ka këtë punë.
përmes delegatit i vetë që e ka të secili prej neve. Përmes delegatit ka rinë shejtan që e ka secili prej neve, me emër dhe mbi emër. Çka bën shejtani? Ka thonë njëri për djetarët muslimanve, Ebu Thawr, rahimahullah, thot, kanë gabu murgjiet. Kush janë këto murgjit? Murgjiet janë ata që janë ndiku prej mëkateve. Qashtu Khavarij, kanë dalë pratë sekte, nuk e kam qëllimin këto me përmend sektet. Ndrohet bot kuptimi i fesë. Dalletil murgjietu, ka thonë, kanë deviju murgjiet. Kur kanë mendu se me ilon farzët e Allahut, as si me bo gjuna. Shire, ti shejtani ku e pret njëri unë. Shejtani thot, a e lave farzin e Allahut, a bo në gjuna njajt është. Se ti ki gabuë, ki bo gjuna. Dhe ti kur bën gjuna, a i të shtin borç. Ta manë si kur ndo një farloj mafiashi, që do me të deviju, krejt. A i të shtin borç. Se harë që i merë borç, shtin borç ma shumë, shtin borç ma shumë, shtin kamat ma shumë, diri se na i shohim njerëzit, zotin arrujt, po ka njerëzit dhe përfundojnë keq. Kur hi njeri shumë borç, dhe borxhlit e lipin ata, a i përfundojnë shumë keq, në veçantine se ka të boje me dikan i cili është i prishur. Kështu është puna mëkateve. Qëllimi i shejtanit me mëkatimin, me gjunaat është me shtin borç. Kështu ishte edhe xhalart. Edhe jeste fes, i shtin borç, derisa vinë atë te pika e ndryshimit, qëllimin e ka me ta ndru fejë. Te Beni Israil ka ndodh. Kjo fjala e Ebu Thawrit rahimahullah dhe Humejdijut, madje edhe Imam Ahmedi ka transmetuar, dhe shumë prej imamëve selefit, thotë dallimi jon me murxhiet është se ata mendojnë lania e farzeve sikur mëkatet është, nuk është njëjtë. Argument, kanë thënë, argument është rasti i iblisit me rastin e Ademit alayhis salam. Allahu i thotë mos e han filan pemën. Mëkat. Na për ditë bina në kësaj lloj mëkatesh. Të filan pema shkojnë që është haram. Qoftë në shikim, qoftë në dëgjim, qoftë mendime, qoftë në jetë. Shkelim në pemën që pas ka hangër Ademi alayhis salam. Allahu i tha mos u afro. Kur të afrosh ke rënë mëkat, ta dish. Kur të shkosh në vendin e gabimit dhe gjunahut, kemë ra. Kemë ra aty nga ti, sigurt kemë ra, është punë kohë veç. A për një ditë, a për një javë, a për një muaj. Qëra e ngabim, dhe na kretë këna ra ngabim. Këtu të pretë shejtani, të mendimet e tua. Të pretë shejtani dhe thot, po dhe farzin njëjtë është mëkat, është edhe farzin me lanë. A i thot, po pse mu falë gjithë të mëkate që i ke, pse po falësh? Ti munafik i e. Shumice në njerëzve të udhëzum që vinë xhami, shejtani i sulmon, shumice e pyetje vallahi që bëhen në privat, mbi 50% janë vezvesës shejtanit. 100% thot, pse falesh ti munafik i e? Ti 5 vakt pi fal, këne full gjuna, s'pi andal hiç ti. Ti munafik i e, lej krejt. Mos u bë munafik, deftirshi e. Në më mundohet me të rrej me besimin tanë, me bindjen tanë. Besimtari munafikat si do. Se ti e ki imanin e pasërt, ama ki gjuna, je njeri, je dekoncentrue, ke ndet me të këqi, je ndikue, ki je epsh, s'ta kalon hakin shpia, s'ta kalon hakin shoku, s'ta kalon hakin hoxha, as gjemati, as gjamia, të kalon anash, s'ki shku në gjamije këtë gjatë, as njani s'ka artë të shpia me të trokit derën. Kjo është realitetena. Për pas ka Allah e më shiron. Na hikin njerëzit neve, na nuk shkujna të shpia ati. Me thonë, ku je o vëlla, ku je hup? Jo bre, mas 5 vjetëve, 10 vjetëve e shë një zgejt dikon, ku je be vëlla ti? Aman, një zgejt e shë, jo në gjami. Ku je be, ku ke hup ti? Kjo pse më ndodh? Se najna fajtor krejt. Se nuk kam mundësi vëlla jo me ranë gjuna, nëse ja apë në hakin në njëri tjetrit. Jo, nuk kam mundësi me ranë gjuna. Nuk kam mundësi me dëvijuaj. Por na e kena lanë madje ka prej tonëve që gëzohë në vëllazër. Kjo realitet është. E këto nuk kalon shejtan mo. Kur gëzohemi me gabimet e vëllazërve tanë, lexo Kur'an sa du se je bo shejtan atër. Atër vetëm mbrinet të mungojnë, me të dalë. Je bo shejtan atër. Ktheu, pëndohu nga shejtanizmi atër. Nëse gëzosh me gjunahin dhe devijimin e vëllahu tanë. Çka ndodh me njeriu? Shejtani vjen i fol. Edhe i thot, munafik jeti, ka që falështi, mos u falë heq, dhe vjen dherë të ndryshimi i mendimeve.
Vjen deri te ndryshimi i mendimeve. Prandaj dietarët e parë të selefit, të asaj kohe, kur e kanë pa këtë lajthitje dhe vjen kanë fol. Ç'ës kanë fol sahabët? Se s'ka pas ata kështu. Te ata s'ka pas kështu. Andaj dallimi është shumë i madh me ilën farzët. Me ron gjuna dhe me mëkat është. Ademi alayhis salam ran haram. Allah ja kishte ndalu pemën, ai ran haram. Çka bani Ademi alayhis salam? 40 vjet ka kajt. Transmetohet se ai ka zbrit në si u dhesën e Ceylonit, në Sri Lankë, parafrasisht, në Hindi. Ka qa Ademi sallallahu alaihi wasallam 20 vjet, pa janë ndalë hiç, është pendu. Andaj Ibn Abbas i tha kana Adem afdala mimma kan, fa sara Adem afdala mimma kan. Ademi u bë më i mirë se sa ishte. Në fejnë e sakakut, në fejnë e shejtanit, në fejnë e vezveseve, nuk ka shans njëri me u pendu me u bë më i mirë. Apo? Çka thot? Kime në ndërën ujku, zanati zëherën kësi laj prallash. Që ndodhë është e vërtet kjo. Ama, besimtari mundet me ndruhe. Besimtari mundet me ndruhe. Çka ndodhë? Njëri bën gabimin, pendohu o vlla. Prap pendohu, mos u ndal. Wadda shejtanu an yafuza min ibn Adam hadha. Thot Hasan al-Basria, shejtani don me arrit këtë momentin me thon ti vetes munafik je të shoç. Munafik je. Le mo këtam. Le namazin, le kit. Le xhamatin se aha s'do kërkosh. Prandaj mendimi se s'ka xhamat më, s'ka musliman më, s'ka më musliman të mirë më, ja, përpara janë kombat mirë, kjo është tamam vezvesja e shejtanit. Wallahi ka. Wallahi ka ala. Ka mundsi pak janë, ka. Prandaj s'ma me thon atë mendimin se janë shkatëru krejt, se ti më i shkatërumi nëse e thu këta. Ti më i shkatërumi nëse e thu këta. Pra lufta me shejtanin vazhdon deri në momentin e emanetit që japim Allahut. O vllazër, për 50 vjet më kemi javon emanetin e Allahut. Puno për çat ditë që kemi javon emanetin e Allahut, sa ditë nuk ban dobi as hoxha, as mësuesi, as baba, as nona. Ti ban dobi vetes. Pendohu. Unë edhe ti, kur kush atë ditë që vdesim na, nëse kemi qenë prej besimtarëve të mirë që na pendue, Allahu na mundson la ilaha illallah. Ama nëse kemi qenë prej tjerëve që kena leju me ndikue mendimet e shejtanit të na, atëherë kemi përmend shahun, kartat, sportskën, kemi përmend diçka tjetër. Andaj pendohu, nuk i munafik ti. Besimtari është që mundet me bo mëkate. Sahabët kanë bëu vëllazër. Sahabët, mandej një ders i hoxhallarëve që tregohet ty se besimtari është utopi, pa gabime, gabim është. S'ka si. As i besimtari s'ka, as i hoxhë nuk ka. As i hoxhë nuk ka pa mëkate hiç. Harrojnë ato. Mëkatari e pendohu, drejtohu, rri me njerëz të mirë. Krijo atmosferë. Mos shko më nda si kur delja që nda se ujku e ha. Kjo është te tjetra. Shejtanit vjen thot, edhe ju ka thonë plotëve në emër të hoxhallakut se edhe farzët milion ti muslimanie. E jo. Me bon islam milion farzët Allahut krejt, ti musliman nuk je. Në fenë e pejgamberit alayhis salam, në fenë e halifëve rashidin radiallahu anhum, në fenë e sahabëve dhe tabiinëve dhe tba'i tabiinëve dhe dietarëve, ai që zban kur gjë për islamit, ai musliman nuk është. Nuk ka njëjtë, ha? Në i bën këtë mëkatet, ama halal nuk i bën, ti je musliman. Ama farzët i bën. Me bën me ilon farzët e Allahut. Farzë është agjerimi. Farzë është haxhi, nëse ki mundsi bane. Farzë e namazi. Mi po agjerimin edhe namazin mujna mi bë. Këto e ki obligim mi bë. Para kije, skije, zëqati është ati. Mirë po, farzët e Allahut dush mi bë. Me konë që besimtari i bën farzët e Allahut, farzët e Allahut largojnë për mëkateve ti. Namazin natës, namazin xhami, ndeja me muslimant, obori xhamiës, ndeja me musliman, atmosfera mirë, ty kanë me quë dhe të momenti mu pendue. Prandaj, momenti që shpika i mendim, se lënia e farzëve s'ka gajle, është momenti i devijimit të muslimanëve. Vëzër, mund ka ndodhë, neve na ka ndodhë. Në kohën e komunizmit, na kanë thonë, kaza më në shme falë namazën, kja shku në punë, ku marë të shpia, 50 reqate mi falë, mas namazët jacis, një dit i falë, ditën dit, 13 dit, 14 dit së li falë, besë që asë njoni për neve së li falë. S'ka mundësi, nuk eksiston kjo.
Nuk mundet njëri me bokta. Andaj, pesko namaz Allahu xhelle xhelalu i ka bërë gjatë ditës që ti me u pa me besimtar, me u ndiku për atmosferës. Lufta më e madhe që bëhet sot, ne jetojmë në kohën e para dëgjallit. Para se marrë dëgjalli, nuk e dina kur vjen. Oferta është afru më shumë. Pragu i ofertës për mëkat, për devijim, është shtuar. Ti e ki mangat sot. Në atë kohë Arabiu asaj kohe e ka pas qiellin e kaltërt, tendën të shtëpia që e ka pas shtëpinë, e ka pas piqërpiqit, devën e ka pas familjen, kaq. 4-5 sene i ka pas. Jeta shumë e thjeshtë. Sot, vetëm i mendu senet e shtëpisë sa dush kije. Kujdes me ato fetfat që të thënë se njëjtë është lënia e farzave me mëkatet. Kujdes. Kujdes me sendet që të çojnë deri te devijimi, se devijimi nuk vjen për një ditë. Devijimi nuk vjen për një ditë. Kujdes me këta. Sepse dëshirojmë me dal para Allahut faqe bardh me la ilaha illallah. Të pendum. Prandaj kujdes me momentet, se ka momente as hoxha s'mund të më ardh me fol për ti, jo. Ka mundsi ka dash me fol çetërsen, e ti ke kuptu librën. Kujdes nga fusnotat, kujdes nga shpresat e kota, ama nëse pendohesh, edhe reme musliman, dhe në xhami, dhe i duron njerëzit, edhe nëse ka zullum, se në xhamat ka zullum, ta studoj për xhamiës, shtin dikush. Mos u gërdit për xhamiës. Nëse ke gjetë në kimen në xhami, mos u gërdit për xhamiës. Të meta ka sa dush të besimtar, të meta ka, ama ta ato tjertë ka shumë ma shumë. Kodra prej të metave ka. Ta ato tjertë që s'falen hiq, ta ato tjertë që s'agjerojnë hiq, ta ato tjertë që s'besojnë në Allah hiq, ta ato që të thënë ti i rafsh e ki i krejt, shumë ma shumë ka atje. Dhe ate ka devijim. Prandaj, kujdes me mendimet to, në kohën e muslimanëve të parë kur ka ndodhur ky devijimi, na shohim sendet çuditshme në kohën e sotit. Tish, dëgjon sendet çuditshme, po. Ti mundesh me ndëgju sot që të thotë mbot dikush, Alia qenë ka krijuesi i qiellit dhe tokës. Kanë deviju njerëzit këtej. Apo ka ti njerëzit tjerë të cilët gjatë dhikrit vet e kujtojnë shehun, i dal shehu përpara. Jo me vëllai, do të mendohet xhenetin, xhehenemin, urrën e siratit, jo shehin tan. Se shehu jot, hoxha jot është me të udhëzuar, me u penduar, me drejtuar, nuk është me adhuruti ata. I po shejtani e ka punën me devijue. Puna ati është me devijue, nuk ndalet se devijua i njerëzi aj. Prandaj, prej kësaj që na prezantojmë dhe lexojmë librin e Allahut dhe agjërimi dhe krejt, ta mësojmë se farzët e Allahut mos i lë kur. Namazin kur mos e lë. Vendose prej sante. Kur ti thrasim njerëzit, që ti thrasim në besim në Zot, wali yatadhakkara ulul albab, e para asaj Allahu xhela xhelalu tha, hadha balag. Kjo është përcjellje e mesazhit të Allahut. Wali yunzaru bihi, alarmoni me të madhe ju, friksoni. Thuj vetës ngritu, kumil lejle illa kalila, ngritu dhe mos u ul kur deri ditën e vdekjes. Alarmohu, nëse bje nga bime, pendohu, ti e muwahid e njësën Allahun. Li ya'lamu annama huwa ilahun wahid, ta di se është një Zot. Për fund, dije se është një Zot në gishtin tënd. Mos shkruaj diçka që ka dy Zota dikon tjetër. Një Zot e ki në sytë tua, një është ai. Një Zot në veshin tanë, një Zot në mendjen tane, një Zot në trupin tanë, gjithë çka që posedojmë na, duhet me qenë një Zot. Kjo është tauhidi. La ilaha illa Allah, kjo është. Nuk është la ilaha illa Allah teori. Nuk guxojmë me mendu se la ilaha illa Allah është teori. La ilaha illa Allah është në gjithë çka kemi prej sendeve që i vendosim vetë, nëse i vendosim vetë në këtë botë la ilaha illa Allah, edhe ditën e vdekjes kemë thonë la ilaha illallah, kënë me shpëtu të Allahu, a la ilaha illallah është qilë si gjennetit. Allahu në mundësoft. Dhe zërë lutoni për atë moment, që Allahu me në edhonë la ilaha illallah, momentin e vdekjes, me atë e qelim inshallah derën e gjennetit, a ati është jeta amshimit. Ati janë miliardat dhe triliardat. Ati është paqja amshueshme. Ati është rahatia. Ati është skazili. Ati është pejgamberi a.s. Ati është Ibrahimi a.s. Ati është Gjibrili, Israfili, Mikaili, dietat islam. Sakrifikuesit, shahidat, njerëz të mirë atë janë krejt. Allah në mundsoft. Dhe në fund është shikimi i fytyrën e Allahut, dhe kushdo që e sheh Allahun xhelle xhelaluhu, tjerat kam i harru krejt. Allah në mundsoft.